Luiz Eli ka ndarë me ndjekësit një urim të veçantë për këtë të diel, duke përcjellë një mesazh të fortë dhe të ndjerë për familjen, traditën dhe shpirtin e pastër shqiptar. Në postimin e tij më të fundit në rrjetet sociale, ai ka zgjedhur të kujtojë rëndësinë e ditës së Larit, një nga traditat më të vjetra dhe më domethënëse që ruhet me përkushtim në shumë familje shqiptare. Me një imazh simbolik ku një pëllumb i bardhë qëndron mbi një degë, Luizi shoqëron foton me fjalët: "Traditat mbajnë gjallë shpirtin e familjes. Çdo e diel ka bukurinë e saj, por kjo sot është e veçantë. E diela e Larit na kujton të pastrojmë jo vetëm trupin, por edhe shpirtin. Zoti ju bekoft familjet." Ky postim ka prekur shumë ndjekës që janë identifikuar me ndjeshmërinë dhe vlerat që Luizi i përcjell. Me këtë mesazh ai nuk sjell thjesht një urim të zakonshëm, por rikthen vëmendjen tek zakonet e hershme që lidhin gjeneratat, rikujtojnë rënjet dhe mbushin zemrat me ngrohtësi. Komentet e shumta në postim flasin për sa shumë njerëz janë frymëzuar nga fjalët e tij, ndërsa ndjekës të shumtë e kanë përgëzuar për ruajtjen dhe promovimin e traditave shqiptare, sidomos në një kohë kur ritmet moderne shpesh e lënë mënjan shpirtin e zakoneve tona. Luizi ka treguar edhe një herë se përveç se artist, ai është një zë i fortë për vlerat familjare dhe shpirtërore që bashkojnë e forcojnë komunitetin. Me një urim kaq të ndjerë dhe me një simbolik kaq të bukur, ai ka ditur si gjithmonë të flasë me zemër dhe të përcjellë emocione të vërteta për të gjithë ata që e ndjekin.